Një mbrëmje e mbushur me emocion dhe art u përjetua në sallën e shfaqjeve Lazgush Poradeci në Pogradec, ku u ngjit në skenë monodrama Andra e Nën Terezës, Njerëzorja Hyjnore, një homazh artistik për figurën e madhe të Nën Terezës. Interpretimi i aktores Justina Aliaj dhe regjia e Gëzim Kame sollën për publikun një rrëfim të ndjer mbi humanizmin, dashurinë dhe përkushtimin që simbolizon kjo figurë e jashtëzakonshme. Monodramat përgjithsisht janë shumë të vështira, sepse ke të bësh me një aktor, me një tekst të plot që mund në një shfaqje tjetër mund të ishin 20 aktor, kjo përballohet vetëm me një aktor. Kjo është eksperienca ime e dytë në jetën time, pas Apologjisë Sokratit me Mirush Kabashin. Kjo është monodrama e dytë që bëj me Justina Aliaj dhe kam të bëj me dy aktor shumë të mëdhenj, të cilët jo çdo aktor mund ta përballojë monodramën. Aq më tepër në këto lloj monodramash që janë filozofike, kanë mesazhe të mëdha. Unë jam ndjej një kënaqësi shumë të madhe që Justina me këtë pasionin e saj të jashtëzakonshëm, me një vullnet të saj të çuditshëm, arriti në një kohë të shkurtër të ndërtojë një monodram dhe të përfaqësojë një nga figurat më të mëdha që është botërore, si Nën Tereza, dhe për këtë jam shumë i kënaqur. Këto janë një çik vepra të veçanta, domethënë Nën Tereza të luhet nga një aktore dhe përfaqësoj atë filozofinë të madhe që ka ajo, ndihet një respekt i madh i spektatorit për këtë lloj figure. Kjo është një mrekulli që ndjej unë të paktën gjatë shfaqjes. Kjo ishte një punë prej shumë kohësh me Bashkim Kozelin, që është autori kryesor i kësaj vepre, ku ka bashkëpunuar dhe Justina bashkë me atë, janë dy bashkëautor. Kisha një kënaqësi të veçantë ose një detyrim ndërkohë prej artisti për të dhënë një mesazh për një figurë kaq të madhe që ne kemi mbas Skënderbeut, kemi Nën Terezën, nuk ka figurë më të njohur në botë që ndihesh krenar që është shqiptare. Ne, domethënë, qysh nesër jemi në Lezhë, në Mirdit, jemi në Korçë. Përmes interpretimit dhe muzikës, shfaqja solli në skenë jo vetëm jetën e Nën Terezës, por edhe filozofinë e saj të thellë për dashurinë ndaj njerëzve dhe shërbimin ndaj më të dobtëve. Monodrama është një nga format më sfiduese të teatrit, pasi e gjithë pesha e rrëfimit mbështetet vetëm mbi një aktor. Është shumë e vështirë, është jashtëmaset e vështirë, është përgjegjësi e madhe, e them gjithmonë është përgjegjësi e madhe. E sidomos nuk ke shumë lehtësi kur je monodram. Je vetëm, nuk ke asnjë lloj nimet, ke vetëm personazhe imagjinare, cilët mundohesh me jetësu. Është e vështirë, është në të njëjtën kohë roli më i madh për mua edhe ndërimi më i madh që mundet me ketë. Çdo njeri e gjen veten, ndoshta jo në të trija, po me patjetër 2 e 1 sidomos që po. E gjen veten, e ndjej veten, si e ndjej veten është njësoj si kur po them për vete. Më thahet goja, po nuk e jap veten, kështu mundohem të ligjëroj sikur nuk kam asgjë, po unë jam në një tension të jashtëzakonshëm që nga fillimi deri në fund. Shfaqja u mirëprit nga publiku pogradecar dhe ambasadori indis në Tiranë, duke sjellë një mbrëmje reflektimi dhe emocionesh. Një homazh artistik që rikujton se figura e Nën Terezës mbetet një nga krenaritë më të mëdha të shqiptarëve dhe një simbol i përjetshëm i humanizmit në mbar botën.